vijim të bisedës që mbyllëm në pjesën e dytë, provokacioni vjen sërish nga Anglia, aty ku është shpallur edhe burri më seksi. Dhe bëhet fjalë pikërisht për këtë fotografi. Jo e Deda, okej, dhe e Deda mashkull seksi është patjetër. Mbajmë në respekt të moshës, të profilit, të gjithçkaje, por bëhet fjalë pikërisht për këtë djalë, Jonathan Bailey. Por lajmi është që është mashkulli më seksi dhe ka orientim, është homoseksual. Më pëlqeu butësjeshja jote. Si? O, të iku Bruno nga studio me këto tema sot, nuk e dhja ka ditë tema Bruno. Jo, se duhet ik Bruno nga studio, është pyetja. Nga Bruno. Sepse o pak shu. Ja ka nevoj, ja prisë do i shkoj pak afër, Bruno, bëj pak më. Tani qa do themi? Qa mendoj për këtë pjesë? Po, ja, tani qa do thuash ti që mashkulli më seksi, sexiest man alive, 2025-ës? Edi tha, si ta mori ti këtë çmim, tha, ky. Si ta mori ti, si ta mori çmimin, tha. Çështja është që mua nuk më njohin. Edhe nuk më promovojnë, pa do kësha dalë. Nuk e promovojnë Bruno, pra, se promovojnë këto kauza, këto thot Bruno. Hajde shohem të dy bashkë. Mua para se të vija këtu, para se të kryoj si temë që do vija në studio, ma nisën këtë foto dhe më thanë doli ky mashkulli më seksi dhe thash shumë shkurt që kam njëri në lagje, poshtë e banaku që vetëm unë pi kafe në mëngjes, është kopje si ky. Po kopje më nuk i ka lënë gjë. Mashkull është më. Vim pim kafe në lagja jote. Po pra, atit e ma, mos e bile reklam lokalit, ta e qështë ashtu. Që i vetmi diferencë është fakti që ai nuk ka kaq feminitet brenda tek të qenurit mashkull. Do me thënë, është, se ne kemi të dy aspektet, më unë jam pro kësaj gjës, që duhet të jesh tip që edhe të kuptosh gratë në këtë rast, po edhe të kesh, sipas kromozomit edhe biologjikisht, të kesh burrërinë. Tani, çështja që promovohet më shumë kjo ana që ka pak feminitetin më të tepruar. Po shiko, ky duhet jetë në rolin e mashkullit. Për çështjen e të bukurës, dhe nuk ka asgjë të keqe këtu. Tani jam serioze. Kur bëhet fjalë për një homoseksual, ai është burr. Pra nuk jemi në rastin e transgender. Pra është një burr që ndihet një mashkull, që ndihet rahat në trupin e mashkullit. Thjesht seksualisht pëlqen mashkull, një burr. Pra, ky është burr. Nuk është si transgender. Ky mua më duket të nuk ka, do më pse kërkon rolet. Ti kërkon role atë që ke. Ti kërkoj rolet në raportin tënd. Unë e bëj për komike jemi këtë pjesë. pikërisht në këtë moment. Është burr. Është një nga aktorët më të famshëm të momentit, Bridgerton, i serialit. Është burr. Po mashkull pra, mashkull. Ka testosteron ai. Tani duhet dalësh nga studio. E kupton ku jemi, për çfarë flasim dhe kur je ti një djalë i ri. Po pse ftoni këtë në emision? Ju patjetër mos sepse ne duhet i përvajsojmë të gjitha mendimet, nuk diskutohet. Një grup të tillë që është pro testosteroni të madh. Ti, domethënë ti merresh dhe njerëzit mbeten tek orientimi i tij seksual. Ndërsa ti nuk u morë në asnjë moment nëse është king apo jo. Ai është shumë i bukur. Është shumë i bukur, thot Fiorentina. Unë nuk e di se unë kam preferenca tjera, po mund të them që është sipas statistikave. Po pse? Domethënë një djalë nuk mund të japi opinion për një djalë, ë? Unë mund të jap për të thënë. Mund ta them Fiorentina është është simpatike. Çfarë më bën kjo mua? Ka disa aktorë, për shembull Henry Cavill, Jason Momoa, shumë me emër të cilët, okay, nëse i veshje edhe me trëndafila kudo, ata prap kishin atë energjinë e të qenurit mashkull. E kupton? Edhe këta po që në ato optikën time mund të quaj që janë meshkuj të pashëm. Jo të bukur, po të pashëm. Të pashëm që përdoret për burrat. Kurse në këtë rast kishëm i bukri. Në është e vërtet. Domethënë nuk të duket i pashëm. I bukur shumë. Qartë. E kuptova. Erik Leo. Pra, njëri si gjithë tjerët. Njëri si gjithë tjerët. Njëri si gjithë të tjerët. Zonjërisht i bukur për ata që profesion. Pra ne nuk merremi me atë për të cilën është vlerësuar. Ne merremi për çat na doj qefi ne të merremi. Se për shembull, nëse do pyesja mua mes këtij apo David Beckham, është David Beckham. Fjalë ja shkon? Po. Po pse? Është më king.
Ka lidhje, për mua është më king. Dhe madje ishte dhe lajm sot që ka marrë edhe titullin sër. Po është futbollist, ka qenë ish futbollist David Beckham. E deda. Më fal. Shumë njerëz kanë një imazh tyre që duket i paraqit shumë i mashkull apo i bukur apo më pak i bukur. Edhe si në të gratë, një grua bjonde për dikush jashtëzakonisht shumë e bukur, një brune për i tjetër. Tani ky djalë ka marrë titullin si mashkulli i vitit më i paraqitshëm. Absolutisht industria e beauty. Sexist. Man alive. Sexy. Pastaj mos harrojmë se në industrinë e showbizit, modës, e gjitha me radhë, shumica janë homoseksual dhe normalisht edhe votimet, edhe tani edhe kjo abuzive është prej teje, se të thuash shumica, më pak abuzive më duket them, të thuash shumica. Në mod po më. Po në mod, patjetër që po. Ato që drejtojnë modën, ato që e kanë, si thush, atë Chelsea-n e suksesit të imazheve. Nuk ishe dakord. Po pra është gjithë tema roz sot, po shumë herët. Pavarësisht. Jo, mos se s'po them. Absolutisht dhe votimet, për shembull dhe votuesit, për shembull në sondazhe të ndryshme kanë ndikim. Për shembull kur ti je në Miss Univers në Tajland, gjithë ndjekësit janë transgjinor, janë gay, që shmenën për ato lloj formatesh dhe ato votojnë. Dhe ato votojnë imazhet që pëlqejnë ata. Dhe nuk është se voton një politikan, nuk është se votojnë politikanët një arkitekte, nuk merret me beauty pageant. Ka target group për çdo lloj produkti, ka target grupin e vet. Dhe në target grupin e, për shembull, e beautyt e imazhit, një njerëz që nxjerr arkitekt nuk merret me kush është mashkulli i vitit, as kush është Miss Univers, as kush është. Jo, mirë, në këtë rast ishte The Sexiest Man Alive, pra që është gjallë dhe duke ndenjur brenda hartës, pra brenda shteteve, më fal, brenda Great Britanisë së Madhe, prandaj thash David Beckham. Për shembull, po të qëndronim, me që flitet për atë që është gjallë. Kishte për ta konkuruar David Beckham, po të kishte dalë kush ishte nga këto? S'ka fituar, shumica ka vendosur për këtë, por këtu jemi në tjetër debat, tu jemi cilin konsiderojmë neve më king, më simpatik, më... Shiko, ka plaka ky te barku. Bukuria është në mënyrën si e shef dikët, do me thënë ai mund të jetë shumë i pashëm për gjithë botën, po për dikët tjetër mund mos i jetë, kupton, për një person. Siç është për mua. Për mua nuk është një njeri normale. Po kjo nuk diskutohet më Bruno, dhe për mua, mashkulli më seksi në këtë botë i gjallë është Alban Dudushi. Tani ne po flasim për çfarë? Po as Albani se kanë para ata. Absolutisht, çdo njeri ka ato imazhet e veta, pastaj gjeti. Sot më. Tu nuk po flasim për atë që është votuar. Atëherë, jemi dakord që për ty është Albani, për mua është gruaja ime, pa ma menun e lexojmë të dy kush kanë në restorant, Po pra, për ushimin e restorantit po flasim, nuk po flasim për çfarë gatuajmë në shtëpi. Te kjo e kisha dhe unë. Po pra. Gjithsesi. Absolutisht. E bukra të rresh vëmendje. Mos harrojmë që duhet të heqim këto iderat që jo është gay ky dhe pse ka marrë titullin e tjera me radhë, sepse Aleksandri i Madh është i vetmi perandor që ka titullin i madh dhe ka qenë homoseksual. Të tjera diskutime na hapet deda. Erik Leo. Pastaj nuk e le fare me folje për historinë. Ja mo Gengis Khani që patjetër që njerëzit janë të lirë. Nuk s'ka fakte, nuk e di nga vijnë këto histori. Aleksandri i Madh ka qenë i tillë, po nëse që kemi lexuar në histori tani çdo njeri lexon si po histori. Shikoj, ka bërë grekët. Nuk ka fakte, po të gjithë që e thojnë Aleksandri i Madh ka qenë kështu, thënë tjetri dëgjon tjetrin, tjetri. Po, Gojllëna, si kemi parë të Gojllënën Skënderbeu, çau mali nuk do ecë. Që ka qenë shqiptar, po shqiptar është. Shqiptar, po shqiptar. Më tepër respekt për atë që është heroi ynë kombëtar. Edi, Erik Leo, Fiorentina, Bruno, faleminderit për gjitha bisedat pa filtra, jo politically correct, të zhvilluara përgjatë transmetimit të drejtë për drejtë të sotëm të ftesë në 5. Juve që na ndoqët gjithashtu bashkë jemi këtu ku ka veç një ftesë në orën 5, Top Channel.